politik dush ta kupto se cilë është qëllimi dikuj, dhe qëllimi ti ka qenë mos ketë. Cila ishte arsyeja në leximin tuaj se Albin Kurti nuk dashti të formojë institucione? Nuk ishte i kënaqur me rezultatin e zgjedhjeve? Sepse kërkoi 500.000 vota, nuk i mori. Dhe pastaj patëm gjithë një proces, një tentativë të krijimit të Kuvendit të Kosovës e pastaj institucione të tjera, ku palët u thirrën në procedurë ose në kushtetueshmëri në linja të ndryshme, për interesa duket politike, jo vetëm subjekti i parë, por subjekte tjera politike. Prej kur u mbajtën zgjedhjet dhe në natën e 9 shkurtit zoti Kurti përdori një terminologji zoologjike për ta përshkruar opozitën. Për mua ka qenë e qartë që ai nuk dëshiron që të ketë institucione dhe ky ka qenë mesazhi jo për neve në opozitë, por ka qenë mesazhi që ja ka drejtuar një pjesë të popullatës si rezultati i pakënaqësisë së tij që të krijon institucionet. Pritja e tij ka qenë që të ketë një numër tjetër votash, nuk ka dashur të bashkëqeverisë, nuk ka pas vullnet që të bashkëqeverisë. Sa ka bërë, jo taj subjekti tuaj politik. Nuk kanë qenë serioze. S'kanë qenë serioze. Jo, absolut jo. Do të thotë, ajo se çfarë ka ndodhur është kjo. Me 9 shkurt qytetarët kanë vendosur që zoti Kurti mos të qeverisi vetëm si partia e parë, po ta ketë një partner tjetër të koalicionit, qoftë partinë e dytë, të tretë, të katërt, apo varet se si është formulën, ndërsa zoti Kurti nuk ka pas interes që të qeverisë në këtë formë dhe tërë kriza politike e ka një emëros të përbashkët, e ka një përgjithësi, se do është një fajtor kryesor dhe fajtori kryesor është zoti Kurti, i cili duke mos qenë i kënaqur me rezultatin zgjedhor dhe duke pas pritje që ta përmbysë sistemin tonë politik, që ta përmbysë rendin kushtetues, që vendi të jetë në krizë, që të përfiton nga kriza, në fakt e ka stërgjatë gjatë tërë vitit, qoftë në krijimin e institucione përmes kushtërimit të Kuvendit, qoftë edhe një votë për qeverinë e tij, qoftë edhe një votë për opcionin e dytë që doli masandej zoti Kunjukca. Po për ne nuk ka qenë fare habi me që si dikush i cili gjatë është në politikë, unë kam ditë prej fillimit që nuk ka me pas institucione, që nuk ka vullnet për të kriju institucione, që nuk e donë këtë mandat i cili mandat do duhet të ushtrohet me dikant tjetër, dhe të gjitha lëvizjet e tij kanë qenë vetëm lëvizje taktike për të bërë përgjec kolegë të tjerë, me që unë nuk mendoj që edhe ofertën që ja ka dhënë Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë ofertë sinqert, e ka pas për një me, apo ka pas vullnet që të bashkëpunon dhe rasti më konkret janë edhe takimet që kanë pas me kryetarin e nismës, me zotin Lima, i cili është treguar konstruktiv, edhe kjo ka treguar që do të thotë zoti Kurti nuk dëshiron që të bashkëqeverisë, nuk don dialog, nuk don marrëveshje, nuk don bashkëpunim, as sistemi jon politik dhe mënyra se si vullneti politik shpërndahet në Kosovë ka kërkuar prej tij si partie e parë që dialogun, marrëveshjet dhe kompromisin të ketë si kritere se si të ndërtojnë institucione të reja. Prandaj nuk ka qenë habi. Deri këtu si shpjegim është shkrit zoti Hoxha është shkrit në rregull. Pse s'bën, po themi, sepse as opozita as ish opozita, ta themi, as nuk e tentoi të krijojë një qeveri. Numrat në kuvend ishin. Po themi, mandatari, kushdo që do të kishte qenë nga Partia Demokratike, po të shkonte tek presidenti pas dështimit të Kurtit, të thoshte po unë kam numrat, mbase do ta mandatojë. Jo, nuk mendoj që me 9 shkurt rezultati ka qenë i tillë, që